Muharrem Ibrajt i është ngritur akt akuzë të martën nga Prokuroria Speciale për krime luftë ndaj popullsisë civile. Organi akuzues thotë se Ibraj përgjatë viteve 1998-1999 në Osek Hyl të Gjakovës, bashkë me forcat serbe ka kryer vrasje, dhunime e keqtrajtime ndaj popullsisë civile shqiptare. Për të akuzuarin gjykimi do të mbahet në mungesë, me që Muharrem Ibraj jeton në Serbi. Në dosjen e prokurorisë, thuhet se Ibraj në uniformë policore të shtetit të Serbisë, bashkë me serbët e uniformuar, e kishin rrethuar shtëpinë e shqiptarit me inicialet SPB. Ibraj kërcënonte atë botë dhe fyente të pranishmit, dhe godiste me shuplak të dëmtuarin me inicialet QC. Teksa viktima po dilte jashtë, Ibraj në prezencë të familjarëve dhe të afërmve kishte shtënë me Kalashnikov të tipit AK-47 disa herë në trupin e viktimës nga Gjakova, duke e vrarë atë. Burrat të tjerë që ishin prezent ishin rrahur dhe maltretuar në stacionin e policisë me pretekstin se ishin pjesëmarrës në UÇK. Ibraj bashkë me babain dhe vëllain e tij akuzohen se të uniformuar kanë detyruar një viktim të etnisë shqiptare të kryente marrëdhënie seksuale me ta pa pëlqimin e saj. Në akt akuzë ka detaje të tmerrshme për përdhunimin e viktimës. Prokuroria thëtë se vëllai Muharrem Ibrajt ja ka djegur dorë me cigare viktimës, me qëllim që shenja e lënë t'ja kujtoj këtë ndodhi në të ardhmen. Muharrem Ibraj u emërua nga Momçilo Stanojević, presidenti komunës, si shef i sigurimit lokal. Kjo forcë e sigurisë përbëhej nga shqiptar besnik ndaj Serbisë. Ai u paraqet edhe si dëshmitar i mbrojtjes në gjykimin e Slobodan Miloševićit. Ibraj shfaqsohej para panelit gjykues për akuzat për vrasjen e shqiptarit, duke thënë se e kishte bërë në vetmbrojtje. Kur ishte pyetur në sallën e gjyqit të tribunalit të Hagës pse ishte kundër UÇK-s, ai kishte thënë sepse UÇK-ja është kundër shtetit serb. Muharrem Ibraj kishte mohuar edhe vrasjet e kryera në rrethinën e Gjakovës përgjatë dëshmisë së tij mbrojtëse për Miloševićin. Televizioni publik serb, që u qëndron besnik regjimeve autoritare në Serbi, më 2022 ka realizuar një intervistë me Ibrajn. Ibraj prezantohet si i përndjekur nga Kosova pas përfundimit të luftës, ndërka thëtë se nuk e di asnjë të keqe nga serbët. I akuzuar i Prokurorisë Speciale për krime lufte në këtë intervistë i gëzohet shkuarjes në Hagë të ishkrerëve të UÇK-s. Madje atyre ju referohet edhe si kriminal. Muharrem Ibraj bashkë me 18 serb të tjerë ishte në listën e Interpolit që kërkoheshin për krimet e luftës të kryera në Kosovë.